Përshëndetje, jam unë arsimtari Arianit Shaqiri dhe sot do ta lexojmë tregimin Kur dy vëllezër përqafohen. Jemi te Gjuha Shqipe 5A nga Dugagjini dhe fillojmë leximin. Atëm sa ta rregulloj edhe pak tekstin. Mirë është. Lexojmë Kur dy vëllezër përqafohen. Dy lisa kishin mbirë aq pranë e pranë, e ngjanin aq shumë me njëri tjetrin, sa dukej se ishin binjak. Kur ishin të vegjël, dimri nuk I kishte vënë re fare, kur u kalonte anësh, duke u luritur me të madhe. Kur u rritën, aq sa majat e tyre prekën retë, dimri u tërbua dhe u betua: "Ata dy lisa do t'i shkul, se po më mbahen si shumë të fortë e trima. Po a ka më të fortë e më trim se unë, do t'ua ngrej rrënjët përpjet qysh kët vit. Shkuli, se edhe unë I kam shumë inat", tha Murlani. "Pastaj le të bëhen drue të digjen në zjarr, të kthehen në hi, të mos u mbetet as nami as nishani. Lëre pa vinë edhe këtu te ne na e prishin qetësinë", tha një re e zezë sterrë. "Ç'duan këtu ata? Fshin nga faqja e dheut, o babadimër." Mirë, mos u bëni merak. Ja, sa të vi janari dhe I rregulloj unë." Janari erdhi me shi, me borë, me ngric e me erë dhe u përplas fort mbi të dy lisat, por ata qëndronin gjokshapur e krenar dhe fishkëllenin sikur të talleshin me dimrin. Kur e pa se me borë, me erë e me ngric nuk po u bënte dot gjë, dimri thirrri në ndihmë Morlanin. Edhe ai erdhi duke u luritur si 100 ujqër tok, fluturuan fletët përreth, u përkulën degët gjerë për dhe, u thyen rremba të mëdhenj duke rrënkuar me të madhe, por lisat mbaheshin fort, duke I ngulur rrënjët edhe më thellë në tokë. Dimri e urdhëroi Morlanin të shtonte forcat dhe ai u egërsua më tepër. Shfryj si I tërbuar, tani u lërinte si 1000 ujqër tok. Njëri nga lisat njeu një si therrje dhe ju duk se diçka ju qa në brinj. Atë qarja të krismë të thatë e ndjeu edhe lisi tjetër dhe I sëmboi në zemër për shokun. Mos vallë do të rrëzohej për tokë, kjo nuk duhej të ndodhte kurrë, prandaj thirrri me të madhe: "Viu, lisi I dashur, mbështetu tek unë", dhe zgjati degët. Edhe shoku zgjati degët e veta. Ata u përqafuan me njëri tjetrin fort e fort dhe u bën si gërshet. Viu, shok I dashur, mbështete edhe trupin tek unë", I tha shoku dhe ju ofrua më tepër. Lisi tjetër u mbështet mirë dhe të dyja trungjët u shkrin e u bën një. U përqafuan si vëllezër e kaluar vëllezërve. Kur e pa këtë gjë dimri, u tërbua edhe më shumë. Tani e urdhëroi Morlanin
të ulurinte edhe më, e t'i godiste Lisat si me 100.000 kamgjik bashk. Pa thirrjen në ndihmë edhe ret, që lëshuan shi e borë, pa thirrjen në ndihmë edhe ngricën, që e bëri kallkan çdo gjë përreth. Mirëpo Lisat rrinin të përqafuar fort dhe s'donin t'ia dinin fare as për Murlanin, as për shiun e borën, as për ngricën. I dëshpëruar dimri mori me vete Murlanin, shiun, borën e ngricën dhe u largua i turpëruar se janari e shkurtë kishin dalë dhe po vinte marsi me lule e gjethe. Të dy Lisat, të përqafuar si dy vëllezër, tundnin degët e fletët dhe të dukej sikur po përshëndetnin pranverën. Nga Odise Grillo.